Ligësia është reale, i them. Këtë u them dhe juve, dashur miq, ligësia është reale. E keqja ekziston. Dhe ka mbuluar botën, na thot Bibla. Pra dominon në botë e keqja, errësira. Njeriu, i them, lind mëkatar dhe nuk kupton ligësinë që bën. Këtë mëson Bibla. Të pakt janë ata që i duan të mirën tjetrit, janë shumë pak. Të duash të mirën tjetrit, ose të gëzohesh kur e sheh tjetrin mirë. Kryesisht, i them, njerëzit prej mëkatit kanë smir, kanë xhelozi, rivalitete e të tjera që prej lindjes. Dhe shumica mendon vetëm për veten e vet dhe nuk kujdeset për të tjerët. Shpesh edhe njerëzit që ndihmojnë janë pikërisht ata që na urrejnë dhe kanë ndikim të errët. Dhe i përmend tu një citim nga vetë fjala e Zotit Jezu Krisht, ku i them që Krishti na mëson mos u jepni qende çështje shenjtë dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derrave, që mos i shkelin me këmbë dhe të kthehen kundër jush dhe të shqyen. Pra ky është një mesazh biblik. Pa gjë më të mirë që ke, se djali thoshte ne jemi gjendur të tjerëve, kemi ndihmuar dhe sjellni për veten tonë. Pra sa ta nuk njohin Biblën. Bibla thotë gjë më të mirë mos e jap tjerëve, sepse tjetri nuk të do të mirën. E kupton? Dhe kur ai jep gjën e mirë, thotë, pra gjën e shenjtë jap qenve, margaritarët jap derrave, thotë, ata do i shkelin me këmbë, nuk do e vlerësojnë të mirën, dhe do t'ju kthehen, thotë, kundër t'ju shqyen. Ka kujdes se Zoti i flet shpirtit, a? Dhe njerëzit mund të thonë edhe gjëra të bukura, por Zoti i di gjëra më mirë se ne. Kështu do patër shumë kujdes marrëdhënie me njerëzit. Më e mira është të bësh një thjesht për veten, pastaj për tjetrin. Pra siguroj një herë familjen. Edhe të krishterët janë thirrur, bëjni të mirën gjithë, po s'pari thot familjes besimit njëri tjetrit. Vëllezër e motra me besim. Dhe i them djalit, nëse besoni në Zot, duhet besoni edhe te djalli. Pra beson Zotin, po është edhe djalli. Djalli, them, ekziston, por lufton vetëm njeriu, pra vetëm krijimin e Zotit, krijimin e krijuesit lufton djalli. Sepse Zoti nuk guxon as t'i afrohet. Pra djalli ka luftën e humbur dhe do të mbasi kur vin dita e fundit që Krishti të rikthehet dhe djalli do hitet në ferr bashkë me njerëzit që kanë shërbyer. Por njeriu ai do ta shkatrojë dhe sidomos njeriu që i afrohet Zotit. Djalli i shumëfishon sulmet që njeriu mos të shpëtojë. Dhe i them, por njeriu mposhet nga fuqia e djallit sepse nuk beson Zotin. Kujdes tu. Bibla shkruan që pa besim Zoti nuk vepron dot te njeriu. Pra duhet të jesh i lidhur, siç lidhet llampa me energjinë elektrike. Nëse njeriu nuk beson te Zoti, Zoti nuk ka për të vepruar tek ai njeri. Dhe ky njeri është shenjestër e djallit, është shumë e thjeshtë. Pse? Sepse Perëndia i ka dhënë njeriu, thotë, i them, vullnet të lirë, të zgjedhë si do të jetojë. Do të jetojë me Zotin apo pa Zotin? Është i lirë njeriu. Se Perëndia është dashuri dhe dashuria nuk imponon. Dhe i them, besim do të thotë bindje ndaj fjalës së shenjtë dhe një marrëdhënie ngushtë me Krishtin. Pra ta duash Krishtin më shumë se çdo gjë, madje më shumë se veten. Pra jo thjesht të dish që ka një Zot aty, nuk është ky besimi. Se shumë njerëz sot besojnë, ka një Zot aty. Po kjo është 94% e popullsisë e beson këtë gjë. Dhe prapë janë të shkatruar nga sulmet e errta djallëzore. Pse ndodh atëherë? Atëherë ndodh sepse nuk është besimi i vërtet. Pra të dish thjesht që ka një Zot aty, ta pranosh në anë intelektuale, nuk është besim sipas Biblës. Është thjesht, si thua, ti ke një lloj parandjenje ose një bindje intelektuale. Ose di njerëz si besojnë dhe bie dakord me ti me ta. Pra nuk është besim dhe këtu i them gabojnë shumë njerëz, kujtojnë që besojnë, por nuk janë besimtarë. Dhe rrin indiferent ndaj njohjes së Perëndisë. Dhe si rrjedhoi, djalli vepron te këta që t'i shuaj edhe atë pak besim që ata mendojnë se kanë. Këtë urtësi na jep Bibla dashur.